Parafityroni se sa shumë kemi dëshiruar që të jemi pjesë e këtij kontinenti, pa u ndjer aq të vegjël sa mund na gëlltisin, pa u ndjer aq të dobët sa mund na shkelin me këmbë, pa u ndjer aq të largët sa kur na shohin bëjnë sikur s'na njohin, që nga Skënderbeu. S'kishte Bashkim Evropian atëherë, po kishte Europë. Dhe Skënderbeu zgjodhi të mante anë me Europën. Pastaj rilindasit, s'kishin Bashkim Evropian, por përsëri thoshin dielli lind ande nga perëndon. Pastaj të gjithë ata që dolën kundër regjimit, studentët, populli, thamë dhe duam Shqipërinë si gjithë Europa. Në asnjë vend tjetër, se kjo është shumë interesante, ku janë bërë revolucionet që përmbysën komunizmin, nuk është përdorur kjo parullë. Sepse për ne të jesh pjesë e Europës është pikërisht kjo. Të jesh i garantuar që je me shok shumë dhe nuk je një i vetëm i humbur në mes pyllit që mund të të haj ujku. Siç ka ndodhur në të shkuar. Kështu që besoj duhet insistuar me këtë mesazh, edhe të gjithë deputetët duhet të mos e harrojnë asnjëherë që dhe mos u mbasin durimin që t'ja u shpjegojnë njerëzve që këtu nuk është çështja sa të pëlqen njëri, sa të pëlqen tjetri, këtu është çështja që sot kjo është e vetmja zgjidhje dhe zgjedhje. Partia Socialiste. Mbasi të hyjmë në Bashkimin Evropian, pastaj ka kohë, do jetë tharë dhe këneta, edhe mendimin e Zotit do lulëzojnë në një gjë edhe në krahët e tjerë. Se deri tani është ferra edhe britma zojsh të kënetës. Gjë tjetër unë nuk shoh. Mbase ju shihni, unë për vete nuk shoh. Dje pash një bretkocë të vogël që thoshte ja se do ndryshoj tavolina juaj në 12 maj. Nuk e di a keni parë. Programi ishte një tavolinë që pastaj mbushej plot me ushqim. Mua bet bretkoca është, domethënë. Ju falenderoj shumë. Siç tha edhe shoku Tërmet, zgjedhja për çdo deputet është e lirë, por ama zgjedhja për çdo deputet kalon nga vendosja e shenjës te numri 5, pastaj poshtë kushdo zgjedh edhe një deputet ose një deputete sipas dëshirës, por te numri 5 duhet jemi të gjithë të përqendruar, sepse me atë numrin 5 ne do arrijmë të bëjmë pikërisht historinë për të cilën jemi bërë gjithë bashkë.